Why does love, the absence of love, the end of love, the need for love, result in so much violence? Jeta për një grua nuk ka qenë kur e lehtë. Her pas here, asaj është saktuar roli I të qenurit kurban. Të jesh grua nuk ka qenë kur një detyrë e lehtë, madje as tash kur gratë e shkolluara janë bërë mjeke, arkitekte, inxhiniere, police e shkencëtare. Ato vazhdojnë të përballen me çështje që variojnë nga fyerja, nënçmimi, dhuna, madje edhe tek vrasja. E libri Mos paç fatin tim, rrëfime të një menta të autorës Shukria Rama fillon kështu me mbështetje morale. Çani, mundësisht çani. Mos lejoni që në mendje dhe në shpirtin tuaj të ndrydhen kujtimet e hidhura të ngjarjeve traumatike. Vajtoni humbjet që përjetuat, bisedoni dhe me njerëz të tjerë të cilët përjetuan ngjarje të njëjta. Ju nuk jeni vetëm. Libri përmban rrëfimet një menta të grave, të cilat përvojat e tyre jetësore patën guximin t'i shpalosin në këtë libër. Ideja për ta titulluar librin Mos paç fatin tim lindi krejt spontanisht nga një bashkëbiseduese personazhi I këtij libri, ajo duke rrëfyer vuajtjen e saj, se si gjatë luftës para dite merr lajmin e hidhur për vrasjen e burrit dhe duke vuajtur atë humbje I vjen lajmi tjetër edhe më I tresht që I vritet edhe djali. Dhe duke I treguar ato, menjëherë stepet ndalon dhe thot asnjë grua në botë mos e pas fatin tim. Fatkeqësisht edhe unë ndiva aty mjaft e pafuqishme, e përjetova edhe në dhimbjen e saj. Kjo shprehje e saj asesi nuk më largoi nga mendja, dikur I thash vetes ky qenë ka titulli I librit. Prandaj libri ose titulli Mos paç fatin tim nuk është vetëm titull, është dhembje, është emocion, është ndjenjë e pamundësisë për të ndryshuar fatin ose realitetin me cilën përballen njerëzit. Gruaja në shoqëritë në tranzicion. Zakonisht vihet para dilemave të ekzistencës dhe çuditërisht rruga e saj merr kahje nga më të ndryshmet. E të tilla janë edhe 20 rrëfimet e një menta të librit Mos paç fatin tim. Prandaj unë kam qenë mjaft e nderuar që këto gra të cilat kanë pasur guximin të shpalosin përvojat e tyre jetësore, pranuan që të shprehen edhe në përfaqet e këtij libri. Nëse I kthehemi pak a shumë titujve të këtij libri, mund të hasim titulli I parë është Mua mi vron krejt, ikni si ju vrasin edhe juve. Pra një vajzë e cila 53 anëtar të familjes së ngushtë por edhe të zgjeruar masakrohen para syve të saj. Kjo I sheh mirë, po fatmirësisht shpëton, ik dhe shkon tek të tjerët ju thot mua mi vron krejt, ikni si ju vron edhe juve. Rrëfimi I dytë është oj mam kam e na myt qeta, do të thot një fëmijë Mitrovic e dëgjon fëmijën serb menjëherë pas bombardimeve se kishin vendosur t'i vrasin gjithë shqiptarët dhe ai fëmijë shkon te nëna e vet e thot oj mam kam e na myt qeta. Mjaft gra vuajnë, sakrifikojnë dhe atë zëri tyre nuk dëgjohet. Prandaj kam konsideruar se gjithçka, çdo vuajtje, çdo sakrificë, por jo dhe pse jo çdo arritje duhet të dokumentohet. Kjo ishte arsyeja që madje çka është e vërteta, duke diskutuar me këto gra, secila prej tyre kur e tregonte rrëfimin e saj, disi e kishte shndruar atë rrëfim si një lloj monumente, para cilit përkulej për vuajtjen që e ka, do thotë rikujtonte çdo vujtje që e ka përjetuar dhe nëse ky libër nuk do të titullohej Mos paç fatin tim, sigurisht se do të titullohej Monumenti I dhimbjes. Ky libër përmban rrëfime në të cilat shpaloset përvoja jetësore e gruas, e asaj që mbijetoi masakrën, asaj që humbi më të dashurit në luftë, shpaloset fati I gruas që jeton në gjakmarrje, e asaj që u martua në moshën 13 vjeçe.
Shpaloset përvoja e gruas që përjetoi shumë herë burgun në kazamat serbe. I libri ngërthen në vete edhe përvoja të tjera të gruas, e keq trajtuar emocionalisht, e kritikuar, e injoruar, por edhe e praktisur. Ndonë se ky është libri i 5 i cili mban autorsinë e Shukrie Ramës, rrëfimet e këtij libri veçojnë nga çdo gjë që ka shkruar më parë. E për autorën e cila rrëfimet i ka përjetuar thellë emocionalisht, zhvillimi i narrativës ishte një sfidë në vete. Ky libër më krijoi shumë emocion, shpesh herë përballesha me dhimbje, ngarkohesha emocionalisht, pasi që çdo rrëfim fillimisht e dëgjoja tek gratë dhe e bashkëndjeja atë dhimbje. Mirë po kur vinte momenti që ato t'i shkruaj, e dija se përsëri do të ballafaqohem me të njëjtën dhimbje dhe shpesh herë ka pas raste kur e kam mbyll kompjuterin dhe kam thënë mjaft. Libri im i parë është botuar në vitin 2007, është kryesisht kritik letrare e letërsisë për fëmijë. Libri i dytë është një libër po ashtu kushtuar gruas, e cila titullohet Askush nuk e di rrëfimin e tyre e ato heshtin. Pra një libër pak a shumë i natyrës kësaj. Libri tjetër i tretë është një rrëfim monografik për një personazh i cili nuk jeton më, mirë po ka pasur një krimtari të bujshme të drejtësisë pikërisht në kohrat kur ka qenë Kosova në sundimin e Serbisë. Libri 4 është libër shkencor, i cili është Higher Education in Kosovo, do të thotë arsimi i lartë në Kosovë, sfidat dhe rekomandimet. Ky libër është i botuar në gjuhën angleze dhe shitet në mbar botën. Libri Mos pa shfatin tim tani më është pjesë e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Autorja thotë se nuk ishte e gatshme t'i vendosë çmim dhimbjeve e rrëfimeve të njëmenda të grave. Andaj libri është i dhuruar. Mos pa shfatin tim nuk është libër i rëndomt, për më tepër është një dhimbje. Dhimbja nuk ka çmim. Prandaj kam respektuar integritetin dhe emocionet e secilës grua dhe ato vuajtje nuk kanë vlerë monetare. Prandaj librin e dhuroj, këtë libër u adhuroj juve. Këta minuta dedikuar këtij libri për më tepër janë minuta që RTK-ja mirë njeh sfidat dhe sakrificat e këtyre grave që veç patën guximin të shprehen lirshëm për vuajtjen dhe sakrificat e tyre. Përveç se krijuese letrare, Shukrie Rama është dhe studiuese. Përveç artit letrar, ajo vazhdimisht merret edhe me shkencë. Punon paralelisht në këto dy fusha dhe ja si ndihet ajo. Nëse mund ta tërheqë një paralele midis shkencës dhe artit, flas për veten, mund të them se përderisa në shkencë ka rregulla, ka standarde, ka kritere, duhet të lexosh në mënyrë sistematike, duhet të përdorësh instrumente të ndryshme, analiza të dhënave për ta zbuluar një fenomen natyror. Në art e bëj të kundërtën. Në art përpiqem të shpiki mënyra të ndryshme për të rrëzuar apo për të shkelur me elegancë gjitha këto gjetjet shkencore. Prandaj e mira e artit është që je i lirë të veprosh çka duash edhe në shoqërimin e kafës. Autorja e librit Mos pa shfatin tim, rrëfime të njëmenda, është përpjekur të nxjerrë në pa në mënyrë thelbësore sakrificën e gruas. Megjithatë, sipas saj mbetet për t'u parë se deri kur gruaja do vazhdoj të sakrifikoj mirëqenien e saj për mendësinë e një shoqërie. Tani redaktorja sa më kesh për shembull